në kuptimin e ka marrë dhe jo personale, po të them dhe sa i përket kësaj çështje, unë jam qenë dhe mbetem i bindur. Pra nuk mund të pezullohet një organ kushtetues. Nuk mund të pezullohet një organ kushtetues. Dakor, Taulan, sepse në ditën që një organ kushtetues pezullon një organ kushtetues, demokracia ka përfunduar. Ka rënë republika. Po është një republikë tjetër. Shko, ne jemi republik me pushtetet ndara. Kemi pushtetin legislativ, pushtetin ekzekutiv dhe pushtetin gjyqësor. Dhe natyrisht ky pushteti gjyqësor ka 1, 2, 3 prerogativa që i dim gjithë, kur ka prova më tjerë më radhë, të thret, të dënon. Në 2012 ky kuvend i ka dhënë të drejtën që ta hetoj pa e informuar, sepse në 2012 duhet vihet merret leje këtu, a mund ta hetoj unë personin me imunitet? Tani nuk e ke më këtë, nuk e ke këtë bak. Disa vende e ka ruajtur. Disa vende e ka ruajtur, shumë Rumania ka ruajtur. As nuk hetohesh dot. As nuk hetohesh dot, po s'more leje në parlament. Dhe ka raste e përmend Rumanin, jo dini për shkak që të njohjes dhe të shkollimit. Edhe për shkak se aty u bën një nga reformat më të ashpra. E ngjashme. Ka pasur raste në 2014 u kërkua hetimi i kryeministit në atë kohë i Viktor Pontus, parlamenti tha, për këtë çështje nuk mund ta hetosh. Atëherë dalim te kjo pikë. Atëherë që ta saksojmë, ju do i dorëzoni ndryshimet në në 242 të kodit penal kur? E para duhet sqaroj diçka që është shumë e rëndësishme. Se shumë thonë, shiko, çfarë ka ndodhur me Partinë Socialiste, me grupin e saj parlamentar, me kryeministin Rama, që në rastet 1, 2, 3, 4, 5 ka mbajtur tjetër qëndrim dhe në këtë rast po mban një qëndrim tjetër. Po do të pyes për këtë. Ndryshimet sokol janë gati, ndryshimet janë gati. Kini parasysh procedura parlamentare kërkon që ndryshimet në kod nuk bëhen me procedurë përshpejtuar, pra do jetë detyruar të presim atë 14 ditëshin e kësaj kohës që i quajmë, unë e them koha e fjetjes së projektligjit në faqen e publikimit të tyre, dhe vetëm pasi të kaloj 14 ditësh, domethënë 2 javë prej sot e pak, do të filloj procesi i shqyrtimit. Po të them, tash kur do i dorëzoni? E keni dorëzuar? Është gati, thjesht e vetëm çështje orësh. Okej. Dhe atëherë dalim te kjo pyetje që ju e bët vetë, por që doja bëja unë. Sepse perceptimi është tek ata që shohin temi ndryshimin e qëndrimit tuaj në raste të mëparshme, është ju po bëni një masë së mëzyrë, pra po bëni një masë që lidhet për të shpëtuar dikë. Temi nga hetimi. Tani ti marrim radhë. Vetëm se s'kemi shumë kohë. E para është se gjej shumë shpesh edhe them drejtën edhe për në një media të huaj, jo reputative, që të paktën t'i referohet si duhet. Nuk ka akuzë për korrupsion ndaj Belinda Ballukut. Është një akuzë për shkelje barazin tendra, të paktën nga dokumentat që na janë vënë dispozicion në Këshillin Mandat. Që t'jemi korrekt me gjërat. Ndër gjithë ta që kanë ardhur në Kuvendin e Shqipërisë, unë tani më jam dhe si historia këtu dhe si procesor verbali nëse ndoni, është akuza zyrtari me akuzën më të lehtë që ka ardhur deri tani në Kuvendin e Shqipërisë. Kryesisht kanë qenë akuza për korrupsion, pastrim parash, mos deklarim pasuri. Ne jemi kjo edhe për koherencë të gjës. E dyta është që pse nuk ka një pyetje pse nuk mbledhet Këshilli, pse nuk e shërton Këshilli. Tani kur ju thash për çështjen që ishte në gjykatë kushtetuese, ju informova se kuvendi është palë. Sepse kuvendi me propozim të kryeministrit, me dekret presidentit, me votat e veta ka emëruar zënës kryeministrin dhe ministrin e transporteve në atë detyrë. Dhe pa e pyetur fare kuvendin, një pushtet tjetër
propozimin e një pushteti tjetër. Pra një pushtet tjetër i ka thënë dy pushteteve, falem për shpejt ikni pirdhuni, se unë nuk ju pyes fare ju. Në këto kushte jemi po bëjmë popullore biseda. Tani çfarë do të bëj ky kuvendi? Do të rri duar kryq? Apo të marrë përgjegjësinë që i takon në kushtet e mosveprimit të të njëjtit pushtet. Hierarkisë më të lartë pushtetit gjyqësor, gjykatës kushtetuese. Se këtë do e kishte zgjidhur gjykata kushtetuese dhe këtu s'ishin fare këto diskutime, sot ishin mbyllur gjitha. Po jemi në kushtet e mosveprimit, të mosvendimit të gjykatës kushtetuese. Dhe e thëna gjitha kjo, është që ne duhet ta zgjidhim këtë çështje e pezullimit. Duhet ta zgjidhim çështjen e pezullimit sepse jemi në një ngërsh të rënd kushtetues. Mua më vjen keq që shumë nuk e kuptojnë. Ndoshta edhe në grupin tim parlamentar. Ka dhe në grupin tuaj? Po jo, nuk kuptojnë gravitetin e gjës. Sepse kur themi që është rasti i vetëm në Europë të pezullimit një ministri, rasti i vetëm në Europë, edhe në botë, se unë nuk kam gjetur një senator në Brazil 2007 më rezultonte nga ChatGPT-ja. Por dhe atë e kishte kthy Senatin mbrapsht. Se kishte thënë se pezullon dot një të zgjedhur. Pra, ne duhet ta zgjidhim këtë çështje. Ne duhet ta zgjidhim çështjen sepse ne jemi votuar për të mos humbur kohë. Ju thash para atë kalendarin që tregova ke zyra. Ai është kalendari im, Edi Rama ka ai kalendar sa ky muri këtu. Me çështje, me gjëra që ndërludhen, ministri vet ka çështje që ecin dhe që ka të bëjë edhe me sovranitetin e vendimarrjes së kryeministrit në kuptimin e përbërjes së kabinetit të Këshillit të Ministrave. Të thëna gjitha këto, jemi në kushtet kur na duhet që të ndërhyjmë. Koha, ju a thash sa marrin ato, ndërkohë që Kuvendi i Shqipërisë e ka gjithë detyrën që i buron nga kushtetuta dhe unë besoj që këtu nuk duhet kemi dallime, këtu nuk duhet ketë mazhorancë opozit, këtu ka të bëj me mbrojtjen e parimit të kontrollit dhe të balancës mes pushteteve. Pushteti legislativ ka këto kompetenca, pushteti ekzekutiv ka këto kompetenca dhe pushteti gjyqësor ka këto kompetenca. Okej, Tavlan, a i ndruheni me që ne jemi një proces të avancuar të negociatave, ku sigurisht Bashkimi Evropian, për shkak se ka investuar në këtë reformë drejtësi, e ndjek me vëmendje se çfarë ndodh. Nuk e di nëse në këto lëvizje që u bëni, kryeministri ka thënë gjithmonë që do kemë një ndërhyrje, do rishikojmë ligje edhe që lidhen me reformën drejtësi, por që do jenë të gjitha themi nën atë vulën e thatë të Bashkimit Evropian. A i ndruheni faktit se ky ndryshim që ju po bëni, ju interpretohet sikur po bëhet për një rast caktuar dhe që mund të sjellë një reagim nga Brukseli? E para e thash, mos vendimi i gjykatës kushtetuese e ka një të mirë. Thojsa. Që sa i përket çështjes hetimit, e ka kthyer çështjen në pikën 0, ku prokuroria ka marrë ato që ka dashur. Pra SPAK nuk pengohet në SPAK-u procesin ka e marrë ato që kishte kërkuar ditën e parë. Kam kërkuar bllokim pasaporte dhe kam kërkuar pezullim. Pra, ky mosvendimi të paktën na ka hequr gjithë të diskutimin nëse pengohet drejtësia apo jo. Dhe këtu nënvizoj që Partia Socialiste, dhe nuk ke sot një deklaratë nga i pari kryeministri, unë apo kushdo tjetër nga Partia Socialiste, që të hyjë të bëjë diskutimet natyrës shiko se ke dosja ka këtë, po se kjo se është ajo atje, se kishte thënë ky, kishte marrë ky në telefon. Ne nuk hyjmë në meritën e çështjes penale. Dhe vazhdojmë ta themi që SPAK-u ka gjithë mbështetjen tonë, të pa kufizuar për t'i shkuar në fund çdo çështje. E themi këtë. Por, të lutem, kjo pjesa që na takon ne këtu,